Do bëjmë një pyetje. Këtë di më të hadithin që 99 veta I ka mytë. Po? Të 100. Allah Azza wa Jalla ka falë. Po? Ne dim shariatin e Allahut, pendim, ka kushte. Sa të kushte ka përbushaj. Ajo që përmend ulemat të hadithi I vrasësit të 99 personave, është pendimi sinqert, keqardhja që kanë në zemër. E para dhe dyta, veprimi sipas këshillës së Hoxhës. Se hadithi është I gjatë, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në popujt para nesh ka qenë njëri që ka vrarë 99 njerëz. Mirë po vrasja 99 njerëzve dhe prania e imanit në zemrën e tij ka shkaktuar që ai mos jetë rahat. Që thonë se në gjuhën e sotit që kriminali vazhdimisht kthehet në vendin e krimit. Që se lën rahat e bren, nuk mund me flet. Edhe ka lyp njëri që të jep zgjidhje meselës ti. Ka shkuar ka gjetë njëri që u kam shel në faltorën e tij tu bëj ibadet. Ai s'din fen, po çat që din e punon. Edhe pyetët, unë kështu kam punon, 99 njerëz I kam myt. Mirë po s'jam rahat, duhet dal pe kësaj bare, pe kësaj vështirësie. A ka një zgjidhje? Jo, s'ka zgjidhje, 99 vetë kemi çfarë zgjidhje për ty. Pse ky njeri domodin që ka dhënë përgjigje s'ka qenë I ditur. I jep përgjigje të gabuara. Edhe ky e myt edhe atë, më se s'ka zgjidhje, por mos ka po mdush edhe ti, 100. Ku 99 aty edhe 100. Mirë po përsëris ka qenë rahat. Ka lip vazhdimisht zgjidhje. Edhe e gjen një dietar. Edhe e pyet. Dietari çka I thotë? Po, ka zgjidhje për këtë gabim të madh tonin që e ke bë. Mirë po. Nëse don ti mu largu për këtij gabimi, ti duhesh me ndru vendin. Se vendi ku ti rrin, qyteti jot, katuni jot, janë njerëz të këqij. Ata dashte pa dash tin mi vra. Çashtu është popull I keq. Ndrej vendin. Shkoj jeto në një vend ku janë njerëz të mirë. Atëherë ki mundësi me u pendu. Edhe ai niset, e lën vendin e vet, vatonin e vet, shtëpinë e vet, e lën. Niset me shku te qyteti tjetër. Edhe vdes mes rrugës. E çon Allahu Dhul Jalal me laçet me mor. E vin atje me mor edhe me laçet e rahmetit edhe me laçet e azabit. Me laçet e rahmetit thënë kemi ardhur me mor sa ajo shpendu. Ka bosh ka bo, a mos shpendu, mos e shpendu, na e marrim. Me laçet e azabit ka von kadal. Ka thonë ai gjithë ato zullume I ka bo, gjithë ato gabime ka bo, s'mund të çast shpejt me kalu. Si po thotë, çish ka mundsi ai me shpëtu. Edhe Allahu Dhul Jalal e çon një melaçe tjetër si gjykatës mes tyre dhe I thotë ki melaçe, thotë matne hapësirën mes qytetit prej ku është nis edhe qytetit ku është nis me shku. Thotë nëse është më afër qytetit ku është nis me shku, e marrin me laçet e rahmetit. Nëse është më afër qytetit prej ku është nis me u largu, e marrin me laçet e azabit. Edhe ato nisin me mat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej transmetimeve, thot lëviz toka. Edhe e shtim përpara. E çon më afër tokës ku është nis me shku. Edhe kur e matin, derse është më larg për vendit që është largu, më afër vendit që është nis me shku, edhe e marrin me laçet e rahmetit. Ande ulemat kur e komentojnë këtë hadithin tregojnë se ky njeri, kushtet e pendimit janë 3 ose 5 që I përmend ulemat. E para thënë me një keqardhje për gjunajin që e ke bë. E dyta, me e braktis më njëherë gjunajin që e ke bë. E treta, me vendosje kur mos më kthy atij gjunajit. Disa ulema I shtojnë aty kushte. E katërt thënë ti e sinqert për Allah, jo pse s'ke mujt me bë, edhe e pesta me qenë para se me vdek. E tash ky ka bë këtë kushte. Ki e ka ndikë çardhjen. E ka braktis gjunahin. E ka vendos kur mos I se për le shtëpinë, për le familjen, për le këtë. A kupton? E ka bë sinqerisht se u dëshmuan fund se me laçet e nimun. Allahu e nimoi. Edhe ka bu para vdekjes se unesa me shku se ka nisur kur me vdek. Andaj ka plotësuar këtë kushte për atë që ka pendimi ti është I sinqert, apo? Edhe Allahu ja ka pranuar pendimin atij.